Pra, dashur qytetar Gjakovës, nëse i shkondesh me përmbledh, me 4 fjalë, këtë qeverisjen tonë më shumë se 4 vjeqare, kish me qenë kështu. Ushtri edhe veri, nona edhe fëmijë. Këtu në Gjakovë kemi investuar në shkolla, në ambulanca, në rrugë, projekte për ujë të pishëm dhe ngrohje me biomas. Kur jemi tek shtesat, ato janë dhënë për ma shumë se 3.600 nëna lehona dhe afër 18.300 fëmijë që e përmirëson mirëqenjen e komplet familjes. Pastaj po e ndërtojmë stadiumin e qytetit me investim për 9 milion euro prej qeverison, një prej stadiumeve më të mira që do t'i ketë Kosova. Në Babajt Bokës i kemi ndodhe 4.500 hektar për ta zgjeruar e modernizuar bazën, e cila do t'i ketë edhe hangarët për fluturaket e Forcës Sigurisë Kosovës. Ndërkaq, projekti më i rëndësishëm edhe për Kosovën, edhe për Shqipërinë do të jetë ai i cili e lidh Kosovën me Shqipërinë, Shqipërinë me Kosovën, linja hekurudhore Prishtinë-Durrës, që e ka patjetër segmentin Gjakovë-Shkodër. Dhe në këtë mënyrë ta shtojmë tregtinë, ta rrisim qarkullimin e bashkëpunimin për prosperitet të gjithë mbarshëm kombëtar. E me ardhjan golën, këtu në Gjakovë fillon një kapitull i ri. I kemi gati planet për veprat që do të ndryshojnë qytetin. Gjakova do të jetë qendra e industrisë së re. Këtu do të prodhohen dronët ushtarak dhe civil, teknologji e lartë, punësim me vlerë, aftësi të reja, kthimi i industrisë në qytet, sepse aty ku ka industri, aty ka prodhim, e aty ku ka prodhim, ka paga të mira. Ka të ardhme për rinin, ka punë këtu pranë familjes, këtu në Gjakovën tuaj e tonë që është zemra e shqiptarisë. Do të ndërtojmë parkun multifunksional olimpik, fusha moderne, palestra, terene olimpike, hapësira për fëmijë, për vajza e për djem, për klube sportive, për talentet të cilët sot stërviten pa mjetet, pa pajisjet që i meritojnë, por edhe për tifozerin dhe sportdashësit e mrekullueshëm që i kemi e i keni. Gjakova bëhet adresa e sportit dhe e garës, qytet që rrit kampion, që ngrit vetbesimin që frymëzon për jetë e të gjithë neve. Mirëqenia sociale dhe mbështetja për familjet do të jetë konkrete. Banesa për çiftet e reja, paketa baby box për gjithë porsalindurit, shtesa për lehonat dhe çiftet e reja. Nuk është kollaj prej sallës dikush me bërtite me mrimin e gjuhën. Pastaj
Pastaj pa harruar asnjëherë edhe më të moshuarit përkatësisht shërbimet geriatrike të specializuara për pensionistët. Me Muzeun e Luftës, Muzeun e Fotografisë, Teatrin e Ri dhe festivalet ndërkombëtare do të ruajmë e promovojmë trashëgiminë kulturore dhe gjallërojmë shpirtin kulturor. Kopshtet e reja, sistemi kibernetik në shkolla, pastaj kabinetet të cilat do t'jenë të pajisura me pajisjet moderne, tabelat pra të mençura për secilën klasë digjitale, trajnimi i mësimdhënësve dhe bibliotekat e pasura me libra bashkohor e atraktiv për nxënësit